Institucionet funksionojnë, duhen bërë ligje, le të themi, që t'i mbrojnë qytetarët në rastin e një fatkeqësie që mund të visi rasti i zjarrit, rasti i termetit, por edhe rastet të tjera. Ne jemi sot përballë faktit ku 31 familje kanë humbur banesat e tyre, kursimet e jetës, pra një jetë të tërë. Por kjo nuk përjashton që kjo situatë të përsëritet. Vetëm në kompleksin ku ka rënë zjarri janë rreth 7 godina, që janë të ngjashme me godinën ku mori flak, ku është i përdorur i njëjti material, pra i cili u faktua e pan gjithë shqiptarët që nuk është i duhuri, sepse po t'ishte përdorur materiali i duhur, nuk do kishte ndodhur, le të themi, fataliteti i djegjes godinës. Dhe kjo është e tmerrshme. Pra kush i garanton ata banorët e tjera aty, mbi 300 apartamentet e tjera, që nuk do t'i ndodhi e njëjta situatë? Prandaj unë e thash, është faj i institucioneve. Kush e ka dhënë, le të themi, miratimin që ky pallat është në rregull? Kush e ka marrë në dorëzim këtë? Pra në momentin kur ne nuk i kemi kontrollet reale, pra çdo gjë është fiktive, ne mbetemi të merremi me pasojat, por ne nuk merremi me shkakun. Pra shkaku është që në momentin që jepet leje, çdo pallat duhet të ketë disa kushte minimale që në momentin e projektimit, zbatimit dhe në fund fare dorëzimit objektit. Tani, kjo është e papranueshme. Pra, në atë kompleks nuk hynte dot zjarrfiksje. Në atë kompleks nuk ishte sistem të sinjalizimit të zjarrit, po të kishte rënadhen e zjarrit. Pasojat do ishin, le të themi, shumë të mëdha. Fat që ishte në mesditë, thuajse. Ishte mbasditë dhe një pjesë e qytetarëve kanë qenë dhe në punë. Se janë me fëmijë, fëmijët mund të kenë qenë shkollë, gjitha në radhë. Pra, duhet që sot, nga politika shqiptare, unë prisja nga kryeministri i vendit, por edhe deputetët, qoftë edhe të opozitës, pra kanë seancë plenare. A do thonë ndonjë fjalë përveç retorikës politike? Kur them ndonjë fjalë, kam fjalën për ligj, projekt ligj. Sepse sot ne nuk kemi certifikim të detajuar teknik për sigurinë e jetës së qytetarëve.